shumë e vështirë është për një tri. Unë nuk e fus vedin tek trit tipik, por për një tri, jo, po them, e kuptoj, unë futem tek i ri në moshë dhe i ri në angazhim pra si kandidat. Besoj kjo është pyetja. Për një kandidat tri është shumë e vështirë sepse fushata ka kosto. Për një tri është shumë e vështirë sepse angazhimin politik ka struktura, ka konjunktura, cilat jo çdo i ri i njeh dhe jo çdo i ri është i përgatitur për me i sfidu, vë themi. Por tek pjesa jam e thash edhe më përpara, unë e kam bërë stërvitjen për shumë vite dhe unë jam fut në fush për me lujt edhe për me fitu, sepse e kam pas gjatë aktivitetin politik. Po jo domosdoshmërisht çdo i ri ka këtë background pra angazhim politik dhe Parlamenti Shqiptar i duhen edhe ata të ri që nuk janë përfshi qysh 14 vjeçan në politik, patjetër. Dhe për një tri pra si puna e këtij modeli që unë po flas, për mendimin tim është gati misioni pa mujtun, prej sistemit elektoral që kena, prej formave se si zhvillohet politika, prej formë se si marketohet politika, edhe lista vazhdon e gjatë. Pra është gati misioni pa mujtun, por gjithsesi ajo që kisha nëse unë mundem millan një këshill trive që dojnë mu angazhu në politik, është që politikën, pra siç e thash unë, me marrë si prioritet, sepse është e para është profesioni që në kanë më shumë se asnjë profesion tjetër jetët e njerëzve, dhe brezi jon i rritun dhe i lindur në demokraci, pra në liri, e ka mision për millan fund tranzicioni shqiptar dhe kena nevojë për tri, për modele të reja.